Të drejtën, për mendimin tem, mendoj që e përmend edhe ti më herët, Leci ka pas 10 ndeshje apo 11 ndeshje pa humbje, ndërsa tash në fillim këtij gjysmë sezonit psoi humbjen e parë edhe me njerë u shkarku. Unë mendoj që ndoshta është pak e ngutshme sepse me një ndeshje mu shkarku një trener kur para këtyre ndeshjeve ka pas rezultate shumë pozitive. Por si do që tjetë, futbolli është ky i paparashikueshëm, por unë mendoj që duhet pak edhe anëtarët e klubit apo kryesia e klubit mos ngutën me marrë vendime, bile të paktën sot me nejt i qetë mas humbjes, nesër mu majt një mbledhje edhe atëre me vendos. Por sigurisht që vendimin e fundit e marrin anëtarët e klubit apo kryesia e klubit, edhe ata nëse kanë menduar që është më e mira e kësaj për me shkarku trenerin në këtë mënyrë, atëherë sigurisht që fjala ju ec atyre, por une si sportist mendoj që për mendimin tim është e ngutshme, sepse një ndeshje, por tash nuk du me i ma felt, sepse dëgjova disa fjalë që edhe në fazë përgatitori nuk i ka ecë as mirë sa duhet. Por loja miqësore me lojë kur kampionale ka dallim shumë të madh, por sido që tjetë, unë mendoj që edhe trenerat duhet me mendu mirë se kur shkojnë të një klub, atëherë duhet me pas edhe qasjen pak ma ndryshe, mendoj që duhet me mendu mirë, ku po shkon, çka po vendos, çfarë kontrate po bën, edhe me ditutje, sepse po thëmë, nëse Leci tash nuk e di sa ka pas kontrat me ekipin e Liris, nëse ka pas, unë e di që ka pas 6+1 më zgabofsha, për shembull me shku ky gjysmë sezoni edhe një vjet nëse nuk gaboj, edhe tash me shkarku me njëherë me një ndeshje, atëherë bjen që kryesia e klubit e ka marrë vendimin që me largu sa më shpejt prej ekipës, edhe që shtat jone e mora vesh tani kur erdha këtu në emision, sepse e di që ndoshta është pak e shpejt, por na nuk mujna me bot diçka ma shumë, por prap çka muj me thonë pe i kondin tem, është e ngutshme, edhe po du me thonë që trenera tri, sikur Leci, sikur tash Samiri, mos të përmend një ganin se kjo ka ma shumë provoj, mos ngute me shku në një klub që vetëm e marrë ekipën. Apo kupton? Treneri Gani, kjo është kompliment për trenerin Gani? Po jo, treneri Gani po du me thonë e pata rasin sepse Leci tash ka pas disa ekipe, për shembull, ekipi më i madh i Lecit që e ka udhëheq për momentin ka qenë Liria. Se i ka pas disa ekipe si Flamortari, nuk e di një ekip tjetër, por ky vendim i kryesisë unë mendoj që është pak i gotshëm, por ata e kanë po ndoshta që i ka dalë menaxhimi pej dorës, apo kanë pas mjedhe edhe me lojtar, kështu që prap, ma mirë me morë vendimin para fillim kampionatit, sepse nëse shkon tutje me upe 2-3 ndeshje, atëherë up garën për titull, kështu që unë mendoj ata në çet mënyrë kanë menu që me e mira të mirës ka qenë shkarkimi i Lecit, por është e ngutshëm.